Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 23, muaj është i 5, pra muaj maj, viti 2026, vit që po e lëm pas, gjysmë gati. Dhe në Maqedoni, çdo gjë që ndodh nuk mbetet pa u komentuar. Le të ndodh edhe ajo se lekët si vjet nuk kanë ardhur, komentohet. Por si më komentohet kur del VMRDP-ne, del kryetari i saj, del edhe Bekim Sali, si shqip folës në qeveri, dhe thua, ne jemi lider në Ballkan, lider në region, sa i përket vjeljeve të mjeteve nga Bashkimi Evropian, sepse kemi bërë këtë e këtë e atë punë. Okej, nuk kaloi as 3 ditë, dhe ndodhi befasia tjetër pra. Unë pres tash që ata dalin e të deklarojnë çfarë është puna. Pra, Maqedonia. Këshilli i BE-s dje si shtesë i shtoi Shqipërisë dhe bëri edhe një herë lider edhe në këste vjeljen e parave 21 milionerë për ushtrinë shqiptare. Po dhe Maqedonia ka ushtrinë në NATO, edhe Shqipëria ka në NATO. Mirë po, nuk duroheshin, vërtet nuk duroheshin. Bështë fjalë për ato 65 milion.7 euro që i ka marrë Maqedonia, bështë fjalë për këstin e tretë, nga ajo 142 milion euro. Dhe këto nuk duroheshin, sepse s'kanë punuar kur gjë. Okej. Dhe kur propaganda bie përballë realitetit, nuk shkoj shumë, çdo çudi as 3 ditë nuk qëndroi te lideri i regionit Miskovski plus vleni shqipforsit. Shqipëria mori 21 milion euro për ushtrinë. Republika e Veriut mbetet te reformat. Ku mbeten lavdratat? Hajde dil tash, Miskovski. Qeveria kristianizore dhe partnerët e vlenë paraqiten paketën për 65.7 milion euro nga BE si sukses të madh politik dhe dëshmi se Maqedonia e Veriut po bëj faktor kryesor në rajon, që s'është e vërtetë. Por vetëm një ditë më pas, Këshilli i BE-s i meritoi edhe 21 milion euro shtesë për ushtrinë shqiptare, duke qenë mbështetjen totale vetëm për ushtrinë në atë paketë 49 milion euro. Ky zhvillim ndryshoi më njëherë perceptimin publik dhe tregoi dallimin mes mbështetjes strategjike ushtarake dhe fondeve për reforma administrative, sipas njoftimit të publikuar më 22 maj 2026 që dha BE në faqen e saj zyrtare. Shqipëria ka marrë edhe një paketë shtesë për 21 milion eurosh nga Këshilli i BE-s për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare. Ku jeve? Bekim Sali. Bile Bekim Sali ishte pjesë atje diçka të periudhave, por nuk e di se çka. Pra, kjo paketë për ushtrinë është pjesë e mekanizmit evropian Peace Facility dhe çon mbështetjen totale të BE-s për ushtrinë shqiptare në 21 milion euro në vitin 2026. Pra, gjithsej 49 milion euro janë dhënë për 3 vite për ushtrinë shqiptare. Sipas paketave, kuptohet. Ndërkohë, kësti i tretë. Ndërkohë, për Maqedoninë e Veriut, Komisioni Evropian së fundi meritoi 65.7 milion euro në kuadër të Reform and Growth Facility. Por ky fond nuk është specifikisht për ushtrinë, por për reforma dhe planin e rritjes së BE-s. Pra, dallimi politik dhe strategjik qëndron. Shqipëria po merr fonde të drejtë për drejtë për mbrojtjen e ushtrisë. Maqedonia e Veriut po merr fonde kryesisht për reforma ekonomike dhe administrative. Ndërkohë, propaganda politike në Shkup paraqiste paketën për 65.7 milion euro si fitore historike dhe dëshmi se RMB po bëj lider rajonal. Nuk u besoni, ja deloni. Dhe tash heshti, nuk e di pse heshti. Ku jeni be? Ku jeni? Dilni, ku jeni popullatës jeni lider. Nuk kam asgjë kundër asaj, dua që Maqedonia të jetë në BE, por jo me rena. Jo me rena. Posaçisht këto që i përsërisin dhe e bëjnë rolin e telallit të vlenit. Lidhje nuk kanë se çfarë ndodh në qeveri, mezi se presin çfarë të deklaroj kryeministri apo VMRO. Ja se çka tha VMRO në emër të kryeministrit dje. Почитувани, Филип че лажеше за мигранти, лажеше дека државата ќе банкротира, лажеше дека е празен буџетот, лажеше за ИПАРД фондовите, лажеше за реформската агенда и изјавите на Вајц, Филип че нема зашто не излаже. И како за се, веднаш доаѓа демант од релевантните институции. Македонија е најнапредна во реформската агенда, со највеќе средства доделени од ЕУ во висина од 65,7 милиони евра, пред фронтранерите Албанија со 49 милиони евра. Окей, талатум дуке бër front
Tiest, pra, shtetin shqiptar dhe Malinizi, është dje, VMR dhe PMN dhe Stojanovski në emën të VMR dhe PMN-s. Dhe ja si vazhdoj. И Црна Гора со 44,2 милиони евра. Ова е за јануарскиот извештај за кој што председателот Мицкоски истакна дека ќе бидеме први и тоа така испадна. Во Република Македонија, оценетите реформи вклучуваат мерки за подобрување на финансирањето на основното и средното образование и мерки за проширување на пристапот до дигиталната инфраструктура и IT опрема во училиштата. Од 65,7 милиони евра, 30,6 милиони ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека останатите средства се достапни за инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Po pra, dëgjot, lidera, ku jeni vetë lidera, ku jeni, pra, mos thuani hop pa e ka përcy kanalin. Dhe, Maqedoni është kjo. Maqedoni, ne gati se çdo njërin dhe e njohim. Ka dalë sot edhe Ministri i Ekonomisë, unë kësha thënë Ministër paresor, Besar Durmishi dhe ka folur se pak kompani të pollokut shfrytëzojnë grantet. Nga ajo që është folur deri tash, edhe nga VMR-ja, edhe nga ajo, sikur duket këto grante janë problematike, po se është për firmat shqiptare. Dhe dini pse? Le të bëj ministri një analizë të tillë. Në këto firmat e bllokut maqedonas, që janë në Tetov, në Pollok, sa ka të punësuar shqiptar, dhe në firmat që janë nga bloku shqiptar, sa ka maqedonas të punësuar. Pastaj, në firmat e Maqedonisë le të bëj sa ka shqiptar të punësuar, sepse një prej kushteve të granteve është edhe multietniciteti. Dhe atëherë do vim te kjo, nuk flasim për ato se s'kemi fakte, por nga ajo që thot LSDM-ja, tenderashët e shumë gjëra të tjera, kushtëzime, jep merr e kështu me radhë. Vitin që lan pas, më pak se 10% e kompanive në rajonin e Pollokut kanë shfrytzuar grantet e Ministrisë së Ekonomisë. Për këtë arsye, Ministri Besar Durmishi bashkë me kryetarin e komunës së Bogovinës Feti Abasi vizituan disa kompani për t'i njoftuar për përkrajen që mundësohet nga qeveria. Me të vetmin qëllim që të rriten kapacitetet prodhuese, të rritet numri i punësimit, të arrijnë që të punësojnë më shumë punëtorë në kompanitë e tyre dhe njëkohësisht të ulim edhe numrin e papunësisë në vendin tonë, ku do të arrijmë të përmbushim një nga kërkesat të cilët e ka edhe agenda reformose e Bashkimit Evropian, të ulim numrin e papunësisë. Po pra, ky ishte ministri Sheshët dhe si zakonisht nuk ka asgjë për të çuditur për shkak se VMR-ja nuk lejon, posaçërisht në sferën e infrastrukturës, nuk lejon që të ketë investime kapitale në Maqedoninë Perëndimore. Atje ministër është zëvendës kryeministri i parë nga radha e VMR-s Nikolovski. Deri tash ai është dora e djathtë dhe e zgjatur e kryeministrit më antishqiptar deri tash që ka qenë nga radhat e VMR-s Mickovski. Dhe BDI-ja çfarë nuk bëri? Ama çfarë nuk bëri? Dhe për ato se çfarë nuk bëri, është atje ku është. Unë them, kur mos ardh në pushtet. Dhe, si zakonisht, ndodhit e fundit në Kumanov, ku duheshte të mbahet një protestë, dhe është mbajtur sot një protestë e kumanovarëve, shtetësve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët e konsiderojnë vetveten të nacionalitetit serb. Dhe kanë defiluar nëpërmes qytetit. Okej, problemi i tyre. Dhe e dini cili është arsyetimi i nën tokës politike të Vlerit? Ne nuk kemi reaguar sepse të hënën hapet zyra LVV-s në Shkup. Problemi i madh. Deri tash sa herë është hapur dhe është mbyllur zyra LVV-s në Tiranë e Kamos. LVV është vetëm këngë e kënduar. Dhe. E dini se çfarë tha ju të Vlenit Filip Qedje? Pa marrë parasysh se çfarë ndodhi. Vleni doli sot dhe tha për këtë mitingun që u mbajt për krahës për Aleksandar Vučićin, zgjedhjet në Serbi.
e organizoi, tha, shoku i, ku e gjetën miku i Bujar Osmanit, konsullin derit Vladimir Stajic. S'është me rëndësi, edhe le ta këtë organizuar. Por me rëndësi se ju jeni në pushtet, keni mundur të mos ja lejoni, siç nuk i lejohet të hyjnë studentët e Shqipërisë. Ju jeni në pushtet, siç e ndalet rrymën që të mos punin kompjuterat në kufirin e Bllacës. Ju jeni në pushtet. Dhe çdo gjë që ka ndodhur shqiptarëve nga dita kur keni ardhur në pushtet deri në ditën që do të ikni, juve ju vi bara, ose për të mirë ose për të keq, çfarë do ndodhen shqiptarëve. Dhe e dyta, e mbani mend rastin e Kumanovës? BD-ja, thoshte lideri Sali Ahmeti, ora 5 e mëngjesit, mbie telefoni pa numër, atë hapi, a mos e hapi, më ndihmo. Po kush je ti, o burri, thash. Dhe BD-ja ishte në pushtet që ndodhej rasti Kumanovës. Nuk ka asnjë arsyetim tjetër. Edhe ju, inshallah nuk ndodhen asnjë rast si rasti Kumanovës. Ju jeni në pushtet. Çdo gjë bie mbi barën tuaj dhe mba vulën tuaj. Ka më të që të akuzoni BD-in. Se ja lejohet ju. Se ja lejohet, ju jeni në pushtet. Dhe sërish dhe kthehemi një temës mjaft interesante, se çfarë tha Filip që për një njeri që e ka në pushtet dhe nuk i ndahet Mickovskit është Stojilkoviqi. Në pushtet është me Vlenit, së më thoni ju Vlenit se ja ne To je skandal koji što treba da se raščisti, da ima tako produkuvanje informacije kako što pišu ovo medijumite, na zemlja členka na NATO, je najmalko na nivo na skandal. И тук луѓе треба преземат одговорност, вклучувајќи и председателка. Но тоа не ме изненадува. Ние имаме вице-премиер што работи на српските служби, Стојковиќ. Комуникација со нокните волци, луѓе блиски на Путин. që të thave, ndëgjohet që të Vlenit, hajde njerë, hajde ushtenesh. Премиер што работи на српските служби, Стојковиќ. Комуникација со нокните волци, луѓе блиски на Путин. Тој на дневна основа вади информации набор од земјава. Така да се е тоа. Shka tha. Në thënë, është bashkëpunëtor i shërbimeve sërbe dhe brenda ditës i nxjerr të gjitha informatat si detyrë. Vlen, slušate Vlen, dëgjuat ju, Bekim Sali, slušna? Çfarë nuk do dëgjosh? Ai e tha, Filip, sekretari i partisë më të madhe opozitare maqedonase. Edhe pse sot ka dalë Stojilkoviqi thotë dhe pa disë në gjyq, të riqe deklaratën. Se bëhet vonë aty. Ai e tha. Dhe, vazhdojmë më tej. BDI, kur mos art në pushtet. Forumi rinor i BDI sot doli me një deklaratë mjaft interesante. Dhe tha, shpërndan në për qytet, ka nisur një fushat për të mos heshtur rreth asaj, siç thonë ata, shitjes së dhënë nga kryetari i komunës Bilal Kasami. Ata kanë shpërndar fletushka për qytetarët në titullin Dosja Kasami, ku paraqiten pretendime e tyre lidhur me pronat që sipas tyre po i shet Bilal Kasami. Sipas BDI-s, bëhet fjalë për 21 parcela publike, ndërsa të cilat përfshin qendra sportive, pronë publike, 56.069 metra katror pronë publike për hiç pare dhe. Pa qendra sportive do shitet 12 euro, parkingu të vero 50 euro, ish deponia në Tetov 73 euro, 38.000 metër katror në Saraqin 1 euro dhe pronë publike në Rëshis të vogël 1 euro. Dhe dini cili është muhabeti që qarkullon nëpër Tetov? Bilal Kasami përgatitet. Nuk e di çka më thujnë përgatitet. Për atë i ka një gjithë kësaj loje këtu. Dhe, mbi të gjitha, dilni dhe, ja, mos u besoni mu, dilni dhe shëtitni në për atë që quhet rruga me të pash dhe ralla. Dilni. Shqyqyrë që pas ka emrin, po nuk e ka emrin zyrtare, ka tjetër emrin. Kjo është emër që e përkëdheles që ka vënë Bilalit duket se shumë edhe patriot. E dini se e ka shtuar?
3 cm, maksimumi 3,5 asfalt. As që u barazua niveli vetëm Iran dhe përfunduan 1200 metra. Bravo. Tutë ishte lule, nuk bën të hiç, ma mirë hiç se sa këto që e bën. Dhe dini pse? 5 milion euro është fondi që i ka nda nga ajo që quhet për rrugë dhe nëse 5 milion euro kanë kushtuar gjithë të rrugë, gjithandej. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, dhe e cilën e ka mërzitur mjaft edhe Vlenin, edhe pse ata dolën e demantuan, e ka mërzitur mjaft edhe Mickovskin, është paraqitja e studentëve sërish. Në Vlen Ademi paralajmëron vazhdimin e protestave pas Tiranës dhe Prishtinës dhe kthehemi para qeverisë në Shkup. Siç e dini, shqiptaria është me ju dhe me Shkupin, me 26 maj e martë, ora 17 Tiranë. Takohemi tek sheshi Skënderbeu dhe marshojmë drejt ambasadës së Maqedonisë, protestë studentore. Lëvizja studentore shqiptare në Maqedoni dhe përkrahas nga Kosova dhe Shqipëria kanë paralajmëruar vazhdimin e aktiviteteve dhe protestave në mbrojtje të së drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe, duke theksuar se kërkesa për respektimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhës do të vazhdojë pa kompromis. Përmes një njoftimi publik, përfaqësuesi i lëvizjes studentore me Vlen Ademi bëri të ditur se pas mobilizimit në Shkup, aktivitetet do shtrihen edhe në Tiranë e Prishtinë për të rikthyer më pas sërish në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Zëri nuk do ndalet ashtu siç nuk do ndalet as kërkesa jonë pa kompromis për zbatimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhës, theksoi me Vlen Ademi. Ai njoftoi se më 26 metra të mbahen të bëjnë në Tiranë, dhe që u lexuam, sipas Ademit. Studentët dhe mbështetësit e tyre nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga kërkesat që lidhen me respektimin e të drejtave gjuhësore të shqiptarëve në vend. Ne nuk do të zbrasim, ne do të heshim, gjuha shqipe nuk negociohet, përfundon deklarata e tij. Kanë ngel klas tash edhe Vleni, por edhe Mickovski. Nuk mund të ketë këtu tallje me gjuhën dhe ligjin për gjuhën. Ligji për gjuhën është i keq i mirë, është. Patë duhet vetëm të zbatohet, i thot ministri Mickovski. Çi bësh vetë? Do të kthehet të vash. A dhe mshilat mohabet. Mirë po jo? Jo. Për të them, më anti-shqiptarët dhe tash e kaq. Çdo ligj që ka të bëjë me shqiptarët e drejton gishtin, do shkojmë në Venecia dhe këta total s'kan lidhje me jurisprudencën të Vlenit, po mire ka, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë të to thujnë me të bëme, trisha është, por kur e ke në dorë, më mirë është zogën në dorë apo sorën, jo, më mirë sorën në dorë apo zogën që flitëron, më mirë sorën në dorë, prej kokën, ha mishin, ha për të mirë. Dhe mbi gjitha, kjo vërtet që pëndodh me Vlenin është rënqes. Bilal Kasani po përgatitet. Ku nuk e di. Di diçka, ma nuk e di deri në fund. Ku. Dhe kjo është vërtet rënqese që pëndodh me shqiptarët. Po sa shish në Tetov. Nuk e la amanet gjyshje së gjyshje. As nuk e pa trashëgimi. Kjo është shumë interesante. Dhe nesër PDSH-ja, një parti simbolike dhe unë do të them kulte në Maqedoni dhe në Tetov, ka kongresin e saj të 9, ora 12 në shtëpinë e kulturës. Por, unë do kthehem pak që për cilë diçka mjaft interesante, në kohën kur PDSH ishte në pushtet. Se kërcëllonte himni, por kërcëllonte për mos gjetjen e himnit, kërcëllonte shumë diçka tjetër. Bile, në një kongres të tyre mori pjesë edhe Nikola Gruevski. Ta dëgjojmë pak Nikola. Me paraqet kena qesi të veçante të në derë që marë pjese dhe që kam mundësine të drejtojem në kongresin e Kataret, Partisë Demokratike Shqiptare. Po pra, të se ne bënte Vleni, por u hikën, unë çuditem, pse Mickovski nuk u kërkoi Vlenit të të dëgjohet himni i shtetit të Maqedonisë? Pse? Maqedonia një ditë do jetë pjesë e BE-s, por jo pa Mickovskin. Mirë po,
që tregonte se është shteta si vërtet Maqedonia, se duhet të kërkoj vlenit intonimin e himnit të shtetit të Republikës së Maqedonisë. Jo të kërkoj studentëve. A u kërkoj sot në Kumanov për krahasve të Vučićit intonimin e himnit të shtetit të Maqedonisë? Jo. Kështë okej, por të nga dalja po e afrohemi fundit me të vetëm shpresë se vërtet mos pritni diçka shumë e madhe, sepse fillojnë edhe pushimet, fillojnë edhe largimet nga shteti për shumë çka tjetër. Pra, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër në